Përshëndetje të dashur miq. Kam dëgjuar një mesazh shumë interesant së fundmi, të cilin mendova ta ndaj me ju. Dhe lidhet shumë me këtë pjesën e manifestimit, kështu që për gjithë ju që merreni me manifestimet, në fakt ne gjithë manifestojmë, unë kam thënë këtë. E duam apo nuk e duam, e mendojmë apo jo, të vetëdijshëm apo të pavetëdijshëm, ne manifestojmë çdo ditë, çdo situatë në jetën tonë. E gjithë jeta jonë është manifestimi ynë. Dhe jo vetëm. Gjithsesi e ndjeva shumë të arsyeshme për faktin se vërtet ishte shumë iluminuese kur unë e dëgjova. Dhe kishte të bënte me faktin që ne jemi përgjithsisht, mund të themi, shumica e njerëzve janë aktorë në jetë. Dhe përpara se ju të filloni dhe të gjykoni apo thjesht të mendoni se çfarë po flasim, thjesht mendojeni një herë. Qoftë me veten tuaj, qoftë me nëse keni më të thjesht me individët e tjerë, nëse keni më të thjesht për ta kuptuar. Po ta mendoni, ju edhe në shtëpi edhe kur ndodheni vetëm me veten tuaj, ndoshta nuk keni 100% vetvetja, por ndoshta jeni. Pra kur jeni vetëm me veten tuaj, ju aty e kuptoni që jeni vetja 100%. Por në momentin për shembull që juve ju duhet të shkoni në punë, të shkoni në një farë grupimi shoqëror, të shkoni në shkollë, të shkoni në veprimtarinë tuaj të përditshme, qoftë edhe duke ecur vetëm në rrugë, duket sikur një personalitet tjetër vjen. Pra nuk jeni ju siç jeni kur jeni vetëm, por jeni ju siç jeni kur mendoni që të tjerët po ju shikojnë. Dhe kjo në vetvete është një personalitet, sepse a nuk bëjnë aktorët po të njëjtin gjë. Pra, kur janë jashtë skenës, janë një tjetër lloj personaliteti, janë vetvetja, janë personaliteti i tyre, le të themi. Dhe teksa futen në rol, fillojnë dhe mbartin karakteristikat e personalitetin të cilin po e luajnë dhe po aktrojnë. Me qëllim që të tjerë ta shikojnë këtë lloj personaliteti në film, telenovel, çfarëdo lloj gjëje qoftë. Dhe kjo ndodh edhe me shumicën e njerëzve në fakt, për arsye nga më të shumtat. Për arsye vetmbrojtjeje, për arsye për shembull që nuk duam që të tjerë të na shikojnë, është si çështja nuk duam që të na shikojnë ja kuriq. E njëjta gjë është kjo, ka njerëz që e kanë shumë të rëndësishme për shembull aspektin emocional dhe nuk duan që të tjerët t'ia cënojnë apo mendimet dhe botën e tyre të brendshme, mendore, shpirtërore, të tjerë. Dhe kësaj vendosin një lloj personaliteti, një lloj veshjeje të jashtme, me qëllim që të mos zbulohet e vërteta e tyre. Dhe po të marrim thelbin e manifestimit, ne gjithnjë themi apo jo që duam të jemi ky lloj personaliteti që ne shohim lider, menaxher, drejtues në X pozicione të tjerë. Atëherë ne duhet të bëhemi dhe të mendojmë si ky njeri, çfarë do të bënte në mëngjes ky personalitet. Do ngrihej në mëngjes çfarë rutine do të kishte, si do të fliste, si do të ecste, me kë do shoqërohej, çfarë do të vishte. Pra të gjitha këto janë mendojeni sikur ky rol që ju doni të jeni është një rol i dhënë nga producenti për ju dhe ju duhet ta aktroni që të jeni ky rol. Ky është manifestimi në vetvete. Dhe kjo e thjeshtëson shumë punën, sepse duket si një lojë, duket si diçka e bëshme, pra nuk filloni me një herë dhe të vendosin këto bariera dhe të hyjnë besimet ose mos besimet në pjesë që ju të mendoni që jo nuk bëhet, nuk arrihet. Pa arritur te kjo, duke e marrë si lojë dhe duke e marrë këtë farë perspektive, me shumë qasa e keni shumë herë më të thjeshtë që ta besoni. Dhe besimi është pjesa më e rëndësishme e gjithë kësaj. Prandaj, në këtë lloj mënyre ju mund të bëheni ky lloj personaliteti, ju mund të ta mbartni, ta vishni, të ecni në pritshmërinë tuaj si ky personalitet. Dhe bëhet çdo gjë shumë herë më e thjeshtë. Ky ishte mesazhi që dëgjova dhe mendova ta ndaj me ju. Do doja të dija shumë opinionin tuaj në lidhje me këtë temë. Do doja të dija shumë edhe eksperiencën tuaj nëse ju e keni provuar, sepse jam e bindur që po, nëse e keni sjellë ndërmend, pra për shembull në momentin që ndryshova veshjen time, ndryshoi mënyra se si më shikonin njerëzit, ndryshoi mënyra se si më flisin për shembull. Një shembull real, gjatë një trajnimi që më është dashur në lidhje me pjesën e shkollës dikur, profesori na tregoi që në 2 raste, një herë shkoi të merrte fëmijën në shkollë i veshur me kostum sportiv, dhe sigurisht që pati një lloj interaktimi, buzëqeshje, por jo, si të thuash, si në rastin e dytë që ishte veshur me kostum. Dhe teksa shkoi aty, i hapi derën, zotëri, duke i folur në këtë mënyrë, sepse vetë prezenca e tij dhe mënyra se si ai qëndronte më pas, pra e bëri dhe si rast studimi këtë, mënyra se si qëndronte, konfidenca që kishte,
është një lloj tjetër energjie dhe dikton një lloj tjetër përgjigjeje nga të tjerët. Mënyra si u flisni, si qëndroni, si visheni, ndryshon mënyrën se me të cilët ju shoqëroheni, ndryshon mënyrën se si u shohin të tjerët, se si përgjigjen ndaj jush, dhe se si jeta në të vërtet përgjigjen ndaj jush, pra se si çfarë reflekton kjo pasqyrë për ju. Dhe është vërtet shumë e bukur kur e mendon në këtë lloj mënyre. Të doja të dija opinionin tuaj, eksperiencën tuaj në komente dhe shumë faleminderit. Shihemi video tjetër, mirupafshim.